Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, kryeministri Edi Rama deklaroi se të gjitha familjet e prekura nga përmbytjet do të marrin dëm shpërblim. Ai theksoi se shkaktimi i përmbytjeve masive nuk lidhet me keq menaxhimin e qeverisë, por kryesisht me ndryshimet klimatike dhe papërgjegjshmëri njerëzore në raste të veçanta. Qeveria ka vendosur një fond prej 50 milionë eurosh për përballimin e emergjencave natyrore. Situata e rënduar nga rreshtet e dendura është analizuar gjatë mbledhjes së Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, ku kryeministri Edi Rama njoftoi se të gjitha familjet që kanë mësuar dëme do të dëmshpërblehen në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Ai bëri bilancin e zonave të përmbytura në veri dhe jug të vendit, duke theksuar ndërhyrjet për furnizim me energji elektrike dhe situatën e akset kryesore rrugore. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. Ose të jasot, operatori i sistemit transmetimit relaton në raportin e orës 8 që të gjitha linjat janë funksionale, nuk kemi asnjë problematik për sa i përket transmetimit. Kryeministri u përgjigj gjithashtu kritikave të opozitës, duke sqaruar se përmbytjet masive të mijëra hektarëve nuk janë rezultat i keq menaxhimit si në të shkuarën, por pasojë kryesisht ndryshimeve klimatike, ndërsa në disa raste lidhen me papërgjegjshmëri njerëzore. Aleatët politik të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Ai dha përgjigje dhe për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe garantoi monitorim të vazhdueshëm të situatës. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumej nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Gjatë mbledhjes u bë me dije se qeveria ka ndarë rreth 50 milionë euro për situatën emergjente natyrore dhe po vazhdon koordinimin me autoritetet lokale për të mbështetur banorët e prekur, për të garantuar furnizim me energji dhe për të minimizuar dëmet në tokat bujqësore. Masat përfshin gjithashtu ndihmën për familjet e evakuara dhe monitorimin e rrugëve kryesore për sigurinë e qytetarëve. Kryedemokrati Sali Berisha ka ftuar aktor politik dhe përfaqësues të shoqërisë civile për të krijuar një front të përbashkët opozitar, me synimin e koordinimit të aksionit për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama. Ai akuzoi qeverinë për tallje ndaj banorëve të zonave të përmbytura dhe për veprime provokuese ndaj qytetarëve. Berisha kritikoi gjithashtu përqendrimin absolut të pushtetit, duke u ndalur tek dosja e Pallukut dhe aksionet e tjera të administratës. Kryedemokrati Sali Berisha ka ftuar këtë javë aktor politik dhe përfaqësues të shoqërisë civile për të krijuar një front të përbashkët opozitar. Sipas tij, ky front do të koordinojë aksionin për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama dhe për të ndihmuar qytetarët të përballojnë pasojat e keq menaxhimit të qeverisë. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit, në kushtetut, ajo e detyron pastaj tu përgjigjet atyre qytetarëve. E detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo afat. Berisha akuzoi Ramën për tallje ndaj banorëve në zonat e përmbytura, duke i cilësuar veprimet e qeverisë si provokuese dhe të papranueshme. Dhe një akt provokativ nga më të ultit e kishte dërguar dje Lubi Ballukun te ura mi folit. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shifni ministra, i gjurni me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja.
Papërgjigje nuk la akuzat e kreu të qeverisë në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave. Më falni, hidrovorët, 2 hidrovorët e Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion, të vjedhura pompat dhe motorët e pompave, pompa gjigande. Këtu i kanë vu pompa nafte tani, me 30 litra ujë. Tjetër si punojnë pompat, Durrësi është përmbytur në mënyrë apokaliptike. Ai theksoi gjithashtu përqendrimin absolut të pushtetit në duart e kryeministrit, duke u referuar dosjes së Ballukut dhe Akshit, që sipas tij tregojnë ndikim politik të qeverisë mbi drejtësinë dhe administratën. Dhe tani sfundi nuk heq imunitetet. Përdor drejtësinë, segmentet drejtësisë për të bllokuar drejtësinë. Është një lloj grushti shteti që i bën. Në fjalën e tij, Berisha e cilësoi situatën si kritike për vendin dhe i bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen për të larguar bandën dhe organizatën kriminale nga pushteti. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizatë kriminale, e cila funksionon si organizatë kriminale, me në krye Edi Ramën. Ideja se mund vind në heqin nga jashtë është e gabur. Ideja se do të hiqet nëpërmjet proceseve gjyqësore është po kaq e gabur, sepse ai bllokon. Ai do përdor pushtetin me të gjitha forcat për të mbrojtur krimet e tij. I vetmi që nuk mund t'i shpëtoj dot është gjykatësi popull. Ai theksoi se një qeveri teknike është e domosdoshme për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe për të larguar ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë. Ne kërkojmë një qeveri teknike me 2 objektiva. Së pari, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Do ketë detyrë larg durt nga sistemi i drejtësisë, i cili ka shumë të meta, i cili u përdor politikisht, dhe jo se e them unë tani, po janë 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha partive politike të qendrës djathtë dhe djathtë në botë, që denoncojnë drejtësinë shqiptare si drejtësi politike, që bëri gjaun kundër opozicës. Megjithatë, partitë e reja opozitare të kryesuara nga Arlind Qori, Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj refuzuan ftesën për bashkëpunim. Situata në Bashkinë e Durrësit mbetet kritike për shkak të rreshjeve intensive dhe daljes nga shtrati të lumit Erzen. Autoritetet kanë evakuuar 667 persona, kryesisht në Suk dhe Katun të Ri, ndërsa vazhdojnë operacionet për mbylljen e argjinaturave dhe vlerësimin e dëmeve. Toka bujësore dhe banesat e përmbytura vazhdojnë të jenë problem në të gjithë qarkun, ndërsa grupet e verifikimit po inspektojnë mbi 2600 objekte. Situata në Bashkinë e Durrësit mbetet e rënduar pas daljes nga shtrati të lumit Erzen dhe rreshjeve intensive që kanë përfshirë zonën. Autoritetet vijojnë operacionin e evakuimit, ku deri më tani janë larguar 667 persona nga Sukthi dhe Katun të Ri, prej të cilëve 300 janë akomoduar te familjar, ndërsa 88 persona nëpër hotele. Grupet e verifikimit kanë inspektuar mbi 2600 banesa dhe për rreth 700 prej tyre janë mbajtur akte konstatimi për dëme të konsiderueshme, ndërkohë toka bujësore e përmbytur në këto 2 zona arrin në rreth 6400 hektar, duke prekur prodhimin bujësor të sezonit. Në qarkun e Durrësit, dëmet janë regjistruar edhe në bashki të tjera. Në Thuman, 7 familje kanë kërkuar ndihmë, ndërsa autoritetet po punojnë për mbylljen e argjinaturave të çara dhe identifikimin e banesave të dëmtuara. Në Shijak, 75 banesa dhe rreth 180 hektar tokë bujësore janë përmbytur. Nga ana tjetër, Bashkia e Durrësit vazhdon verifikimin në terren për të evidentuar dëmet e shkaktuara nga përmbytja. Në 3 ditë të pune të grupeve të verifikimit janë inspektuar 2380 banesa dhe në 848 prej tyre janë mbajtur konstatimi përkatës. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet e ndjeshme dhe kërkojnë që qytetarët të qëndrojnë të sigurt dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës. Operacionet për të stabilizuar nivelin e ujit dhe për të rikuperuar dëmet do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ky mëngjes e gjeti lumin Vjos të qetësuar. Pranurës mi folit me prurje të ulta dhe nivel uji që po tërhiqet gradualisht nga kuotat maksimale mbi 9 metra. Megjithatë, pasojat e përmbytjeve janë të dukshme në fshatrat Vlorës dhe Fierit, ku 10 banesa, toka bujësore dhe sera janë në ujë. Autoritetet kanë ndërprerë furnizimin me ujë dhe energji elektrike në disa zona, ndërsa evakuimet dhe ndihmat për banorët vijojnë.
Situata në Vlorë dhe Fier mbetet e rënduar pas rreshjeve të dendura dhe daljes nga shtrati i lumit Vjos. Megjithse ky mëngjes niveli i ujit ka nisur të ulet pranë urës së Mifolit, duke lënë pas kuota maksimale mbi 9 metra që u regjistruan të njëjtën. Pasojat e përmbytjeve janë të dukshme në shumë fshatra brenda argjinaturës, ku banesat dhe tokat bujqësore vazhdojnë të jenë në ujë dhe varrezat e disa fshatrave nuk i kanë shpëtuar dëmeve. Në njësinë e Novoselës, 13 familje janë evakuuar gjatë natës, ndërsa rreth 50 hektar tokë mbeten të përmbytura. Në Fier, fshati më i prekur është Ferras me 75 banesa të dëmtuara. Uji ka deportuar brenda dhe jashtë argjinaturës. Ekipet e shpëtimit kanë evakuuar 8 familje, përfshirë 18 persona nga Ferras dhe 2 persona nga Poçemi Mallakastrës, ndërsa rreth 700 hektar tokë bujqësore në disa fshatra të Fierit janë në ujë. Në Bishan të Vlorës, rreth 20 familje i kanë banesa të rrethuara nga uji pas sharjes së argjinaturës gjatë kulmit të prurjeve. 10 hektar tokë bujqësore dhe sera janë përmbytur, ndërsa nënkalimi i fshatit mbetet i mbushur me ujë dhe qasja bëhet vetëm me mjetet e ushtrisë. Forcat e armatosura kanë ndërhyrë për të ndihmuar banorët, përfshirë një të moshuar të bllokuar nga uji. Furnizimi me ujë në qytetin e Fierit është ndërprerë për shkak të stacionit të pompimit në Kafaraj, që ndodhet nën prezencë të ujit, ndërsa uji shpërndahet me autobote. Ekipet e OSHI-s janë duke ndërhyrë për riparime në disa banesa ku energjia elektrike është ndërprerë. Autoritetet po vijojnë monitorimin e situatës dhe ndihmën për familjet e evakuara, ndërsa banorët përballen me dëme të konsiderueshme materiale dhe pasiguri për tokat dhe shtëpitë e tyre. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë 2 kapanone me dhe mbi 100 magazina në tregun e ish uzinës Dinamo në rrugën 5 Maj. Tregtarët raportojnë humbje totale të madrave dhe akuzojnë ndërhyrjen e vonuar të forcave zjarr fikse. Hetuesi dyshojnë për një defekt elektrik dhe po analizojnë pamjet e kamerave dhe provave në terren për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Një zjarr i madh ka përfshirë tregun e ish uzinës Dinamo mbrëmjen e të njëjtës, duke nisur fillimisht nga një kapull elektrik brenda një dyqani dhe përhapur me shpejtësi në bizneset përreth, të ndërtuara kryesisht me materiale të lehta dhe të djegshme. 2 kapanone janë shkrumbruar plotësisht, duke përfshirë mbi 100 magazina me një sipërfaqe totale prej 10.000 m2. Pamja në treg një ditë pas ngjarjes është dramatike. Stenda të shkumbuara, tenda të rrëzuara, madhra të djegura dhe tymi vazhdueshëm që mbulon zonën. Tregtarët shprehen të dëshpëruar për humbjen e të gjitha investimeve të tyre, të cilat janë krijuar gjatë viteve. Disa prej tyre u përfshin në debate me përgjegjësit e tregut, duke akuzuar për mungesë përgjegjshmërie dhe ndërhyrje të vonuar të forcave zjarr fikse dhe u desh ndërhyrja e policisë për të qetësuar situatën. Grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave dhe provave në terren për të sqaruar shkaqet e zjarrit, ndërsa dyshimet paraprake lidhen me një defekt elektrik. Ngjarja ka shkaktuar panik dhe mes banorëve të lagjes për shkak të rrezikut ndaj pallateve porreth. Autoritetet vijojnë vlerësimin e dëmeve materiale dhe kontrollin e zonës për siguri, ndërsa tregtarët përballen me humbje të konsiderueshme dhe pasiguri për të ardhmen e bizneseve të tyre. Gjykata e posaçme ka autorizuar SPAK që të kryejë rreth 20 kontrolle të reja në kuadër të hetimeve ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kontrollet janë ushtruar këtë të premte në zonën e liçenit të thatë në Tiranë dhe tek zyrat e disa kompanive në Lushnjë me mbështetjen e rreth 40 forcave të policisë së shtetit. Në kuadër të hetimeve për procedurat e tenderimit dhe shpadhjen e fituesve për ndërtimin e unazës së madhe, SPAK ka autorizuar që këtë të premte të kryen rreth 20 kontrolle të reja. Operacioni zhvillua në zonën e liçenit të thatë në Tiranë dhe të zyrave të disa kompanive në Lushnjë me mbështetjen e rreth 40 forcave të policisë së shtetit, duke garantuar kontroll të plotë dhe siguri gjatë verifikimeve. Kontrollet kanë përfshirë kompani që kanë garuar ose janë shpadhur fituese në procedurat e tenderimit, si dhe individ që kanë pasur rol të drejtë për drejtë ose të tërthort në garat e hapura nga autoriteti rrugor shqiptar. Hetimi ka në fokus të veçantë në tenderin e tunelit Dhogaras dhe lotjen e unazës së madhe, ku Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur për shkelje të barazisë. Përveç këtyre, SPAK po vijon hetimet për 7 procedura të tjera të prokurimit të lidhur me unazën e madhe, duke shqyrtuar çdo aspekt të procesit të shpadhjes së fituesve dhe mundësinë e përfitimit palishëm, që prej 19 dhjetorit SPAK ka depozituar në kuvent kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, e cila ende nuk ka marrë vendim. Autoritetet theksojnë se këto kontrolle dhe hetime janë pjesë e procesit për të garantuar transparencë dhe lishmëri në tenderet e mëdha infrastrukturor dhe për të sqaruar të gjitha dyshimet e ngritura ndaj funksionarëve dhe kompanive të përfshira.
SPAK ka dërguar për gjykim kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 zyrtar të tjerë për shkelje ligjore me tenderin e vitit 2019 për zhvillime strategjike në sektorin energjetik. Mes të pandeurve janë edhe Adela Ruko, bashkëshorti i Arviz Beberit, si dhe Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Yll Kanishku, Rudi Gjoni dhe Premtim Dauti. SPAK ka dërguar për gjykim kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 zyrtar të tjerë për shkelje ligjore në tenderin me vlerë 700.000 euro të vitit 2019 për projektin zhvillim strategjik i sektorit energjetik. Ndër të pandeurit janë dhe Adela Ruko, bashkëshortja e ish drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar Erviz Berberi, si dhe Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Yll Kanishku, Rudin Gjoni dhe Premtim Dauti. SPAK akuzon kryebashkiakun Beci se gjatë kohës kur drejtonte korporatën elektroenergjetike shqiptare ka shkelur ligje në tendera duke favorizuar një shoqëri fituese. Përveç tij, 6 të tjerët që ishin pjesë e njësisë së prokurimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave dyshohet se paracaktuan procedurat dhe krijuan avantazhe për fituesit. Hetimi nisi pas bërthimit të telefonit të ish drejtorit Erviz Berberi, ku u gjetën biseda që sipas SPAK-ut komprometoi transparencën dhe lishmërinë e tenderit. Ky proces do të ndjekë rrugën gjyqësore për të vlerësuar përgjegjësitë të pandehurve dhe për të vendosur mbi masat e dënimit, ndërsa SPAK kërkon që drejtësia të garantojë një proces të hapur dhe të pavarur për këtë çështje. Gjykata e lartë ka emëruar gjyqtarin Genti Shala si relator në çështjen ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorit të Policisë të Vlorës Jael Çela. Vendimi vjen pasi gjyqtari më parëshëm Sokol Binaj dha dorëheqjen duke argumentuar konflikt interesi nga shqyrtimi i çështjes së mëparshme të Tahirit. Në çështjen e gjyqit ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorit të Policisë së Vlorës Jael Çela, gjykata e lartë ka ndryshuar gjyqtarin në relator. Shorti i vitit 2022 kishte caktuar gjyqtarin Sokol Binaj, i cili më pas dha dorëheqje në dhjetor të vitit të kaluar, duke argumentuar se kishte shqyrtuar më parë kërkesa gjyqësore të Tahirit në ish-apelin e krimeve të rënda. Si pasojë, relatori i ri u emërua gjyqtari Genti Shala, i cili do të udhëheqë shqyrtimin e rekursit të SPAK dhe të Tahirit. SPAK ka ushtruar rekurs pasi nuk u pajtua me dënimin e mëparshëm për shpërdorim detyre, duke kërkuar që ish-ministri të dënohet gjithashtu për trafik narkotikësh dhe grup të strukturuar kriminal me 12 vite burg. Vendimi fillestar i shkallës së parë për krimet e rënda e kishte dënuar Tahirin me 5 vite burg që zbriste në 3.4 vite me gjykim të shkurtuar, por më pas vendosi pezullimin e dënimit dhe vënien e tij në provë. Apeli i GKK-s e prishi këtë vendim dhe caktoi 3.4 vite burg, por Tahiri u lirua nga gjykata e Elbasanit për disa arsye familjare pa e përfunduar plotësisht dënimin. Në gjykatën e lartë, përveç relatorit Genti Shala, pritet të caktohen dhe 2 anëtarë të tjerë të trupës gjyqësore dhe data e shqyrtimit të rekursit, duke përfshirë si kërkesën e SPAK-ut për rishikim të dënimit, ashtu edhe rekursin e Tahirit, i cili kërkon pafajësi. Ky zhvillim pritet që të përcaktojë në mënyrë të përfundimtare fatin e ish-ministrit në lidhje me akuzat e rënda për korrupsion dhe trafik të lëndëve narkotike. Ecime të tjera zhvillime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e votave për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit, ku lëvizja vetëvendosja arriti rreth 51% të votave. Partia Demokratike ka kërkuar anulimin e mbi 20.000 votave me postë, duke pretenduar pranimin i jashtëafatit. Lëvizja vetëvendosje siguron 57 vende në kuvend, duke arritur rezultatin më të lartë në historinë e saj, ndërsa Albin Kurti mbetet lideri më i votuar në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e të gjitha votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura me 28 dhjetor, sipas KQZ-s, nëse nuk paraqiten ankesa brenda afatit ligjor, rezultatet mund të shpallen si përfundimtare. Falmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, bëri të ditur se çdo parti ka të drejtën të parashikojë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa brenda 48 orëve, nga supozohet ndonjë shkelje gjatë numërimit. Grupi i fundit i votave që u numërua kur ishte ai me postë ku Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar anulimin e mbi 20.000 votave, duke pretenduar se ato janë pranuar pas afatit të lejuar ligjor. Megjithatë, rezultatet tregojnë se fitore historike për lëvizjen vetëvendosje, e cila ka marrë rreth 51% të votave, që i sigurojnë 57 ulëse në kuvend. Kryetari i LVV-s Albin Kurti është kandidati më i votuar në Kosovë me 404.023 vota, duke theksuar mbështetjen e gjerë të qytetarëve për partinë dhe
leadershipin e tij. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë rreth 20% të votave që i japin 22 mandate në parlament. Lidhja Demokratike e Kosovës ka siguruar 13% të votave ose 15 vende, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 5.5% të votave që i japin gjashulse. Për komunitetin serb janë të rezervuara 10 mandate, nga të cilat 9 i ka marrë lista serbe dhe 1 Nenad Rashić, ndërsa 10 vende të tjera janë garantuar për komunitet pakicë të tjera. Ky rezultat tregon konsolidimin e LVV si partia kryesore në Kosovë dhe rrit mbështetjen për qeverisjen e Albin Kurtit, duke i dhënë mundësinë për të formuar një mandat të qartë në kuvendin e ri. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje intensive shiu dhe stuhi në shumicën e vendit. Paraditja do të karakterizohet nga reshje të dendura shiu në të gjitha zonat, ndërsa në verilindje dhe juglindje reshje do të shoqërohen me dëbor, ndërsa pasditja vijon me reshje intensive dhe stuhi lokale, sidomos në qendër dhe jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 3 deri në 4 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 10 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 10 janar do të jetë rreth orës 6:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës, 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 9 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 11 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të ftohta, duke sjellë reshje dëbore në shumicën e qyteteve. Paraditja do të ketë reshje dëbore, ndërsa pasditja vijon me borë dhe reshje shiu në disa zona perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 4 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 10 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 10 janar do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 2 gradë Celsius. Podujev, -3 deri në 0 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -2 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 4 gradë Celsius. Malishev, -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan, -2 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik,
-1 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 3 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 3 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë me Ruta Kofshim në edicione të tjera.